Die Wahrheit ist gekommen und das Falsche schwindet dahin. Das Falsche schwindet ja schnell dahin. Und wir senden vom Koran hinab, was den Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit bringt. Denen aber, die Unrecht tun, bringt es nur noch mehr Verlust. Mit der Wahrheit haben wir ihnen den Koran hinabgesandt. Und mit der Wahrheit ist er hinabgekommen. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu thot se ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yadhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë 7 lloje ose 7 grupe ose 7 kategori të njerëzve të cilët Allahu do t'i fut, do t'i shtin në hijen e tij në atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër. Grupi I parë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është al-imamu adil, thosht imami I drejtë. وشاب نشأ في عبادة ربه thot është një djalë I ri I cili është rrit në ibadetin e Allahut subhanahu wa taala, duke I bërë të cilët rinin e tyre e kanë qu në ibadet. ورجل قلبه معلق في المساجد dhe njeriu I cili zemrat e cilit është e lidhur për xhami. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Thot dy vet që duhen për Allah, janë taku për Allah edhe ndahen për Allah. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Një njeri të cilin e ka kërku një gru me pozitë të lartë, me bukuri të lartë edhe me famë të lartë, e ka kërku e ka thirr atë person për me bon amoralitet, me bon zina, ndërsa ai I ka thënë unë thot I kam frikë Allahun edhe nuk e ka pranu. ورجل تصدق بصدقة فأخذها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Po e ka tregu që kur t'jepsh sadaka për hir të Allahut, jep më shef. Kur t'jepsh sadaka jep shef. Aq ta thot dora tjetër nuk e shef. Kur t'jep me djathën nuk e shef e majta se çka është të dhon dora e djathtë. Sarabun khadi'un. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Thot një njeri I cili e përmend Allahun subhanahu wa taala kur është vetëm, vetmi. Edhe kur I kujtohet madhria Allahut, thot ati fillojnë me rreth syt lart. Aishi fama fama katharun